Parë as unë, as zoti Saliani nuk e njoh. Sepse statutja asaj partie nuk e lejon Sali Berishën si kandidat. Në qoftë se e kemi bërë në gabim zyrtares, ku kam zotin avokat që më po zoti avokat i vë pikat mbi, është Rezi është një ndër avokatët. Ja ta pyes, është procesi i Berishës legjitim? Nuk është legjitim, dhe ai nuk mund ta pranojë atë gjë. Rezi është pjesëtari në Enit Basha. Rezi është pjesëtari në Enit Basha, apo jo? Asnjë lloj rëndësie. Çdo më thë, jo, më jep atë që thot Alesja, pra mos e quaj si kryetar të PD-s sepse nuk është legjitim. Jo, thot Alesja Mordenis, atë e kanë votuar 5.000 delegatë dhe 10.000 antarë të Partisë Demokratike. Në qoftë se qendrim politik të mirë kuptoj, po në qendrim kanë votuar antarët më, edhe ka propozuar Sali Berisha. Nuk e komentoj më PD-n. Mirë, tani je këtu. Tani si pjesë e Enit të 46 në Enit Basha, ti je një besoj një nga... Rezi është profesionist dhe një ligjë. Ka gjithmonë kundër atij koncepti në statut. Parti politike i zgjidhin problemet e brendshme politikisht, nuk i zgjidhin me dispozita statutare. Nëse ti ke kultura politike çon që nëse një kryetar humbet, riqet. Nëse ty të mungon kultura politike, mund të vësh çfarë do nëni duash në statut, në fakt nuk ka asnjë vlerë. Dhe jemi përballë faktit që ne nuk kemi dikë që do të njohë kulturën politike apo do zhvillimin e PD-s. Jemi përballë autokratit. Ju prisni nga Sali Berisha të ketë Sali Berisha një kulturë se ka pas njëherë partia Berishës. Nuk e presun, absolutisht. Prandaj vose nuk e ka. Politika në Shqipëri është biznes, është pushtet dhe para. Edhe nuk e lëshon njëri kollaj. Kaq. Thupi? Gjithsesi, është legjitim sot Berishës në krye të PD-s? Kjo është çështje që mund ta vendosë vetëm gjykata, çështja e legjitimiteti. Po kush mund ta vënë pikë pyetje pra? Interpretimin e statutit. Kush mund ta vënë lëvizje po diskutojmë. Interpretimin e statutit e bëjnë dy organe. Organi i parë është Adriana Kalaja, cilësinë e komisionit brendshëm të apelimit të PD-s, organi i dytë është gjykata. Një nga këta dy bën interpretimin e statutit. Pastaj se si është interpretimi i drejtë apo i shtrëmbur takon këtyre dy organeve. Kthehemi te lëvizje politike, meqense ju i mëshuat dhe me të drejtë. Dhe këtu kemi një lëvizje politike, Saliani sot vazhdon të insistojë se betejën do ta bëj brenda PD-s. Në qoftë se ai sfidon me 2000 veta Berishën në Tiranë, është një lajm ky për të shënuar në Partinë Demokratike? Është një ndodhi. Që do thotë, nuk thot asgjë? Ndodhi, dëgjoj, për të arritur ke niveli një lëvizje të madhe politike që të bëj këtë përmbysjen brenda PD-s, do të thotë se ti, po e para punës unë se shoh fare të mundur këtë gjë, kështu hipotetikisht. Shumë e pamundur është. Është e pamundur sepse në tema praktike ke pamundur ti rimarrësh vulën Sali Berishës. Partia nuk është vulë Rezi, sepse ne kishim rastin e Bashës. Nëse nuk është vulë, është parti tjetër pastaj. Nuk është vulë sepse me rastin e Bashës, Basha kishte vulën dhe ne fituam mbi të. Kështu që për mua është frut dhe janë demokratët cilët pa diskutim vendosin leadershipin e tyre. Ne na humbua e drejta për të garuar Rezi dhe e drejta për të zgjedhur. Kështu që përballë kësaj të drejtë legjitime që ne kishim, u vendos me një farsë, po do ta përshpytem vetëm ta mbaroj se është e rëndësishme, u vendos me një farsë Sali Berisha nga frika garës. Okej. Si duhet të regjistroni Sali Berisha nga gjykata? Këtë gjë e bëjnë vetëm demokratët me votën e tyre kundër. Kush e vën lëvizje? Pa diskutim ne po e bëjmë lëvizje. Saliani jemi duke bërë lëvizje. Po çon si kam ja ta them unë çfarë do ndodhi me fil. Sali Berisha në mas një muaj do të ndryshoj statutin, do të zbres Këshillin Kombëtar ose Kuvendin Kombëtar që zgjedh kryetarin e partisë me 500 vota, do shkojë ta regjistrojnë gjykata, ai mirupafsh. Është e pamundur ligjërisht ta bësh ti këtë gjën, atë e bënte vetëm Sali Berisha në kohën kur ishte me ndihmën aktive të Edi Ramës. Në rregull, kur e mori PD-n ligjërisht Berisha, se e kishte kështu teorikisht, po ligjërisht i duhej ta merrte, mori pikërisht për këtë, sepse pa atë procesin gjyqësor dhe pa atë ndihmën e stër madhe që i dha pushteti për ta fituar atë gjyq, nuk do kishte mundësi ta merrte, sepse është pa mundur të ligjërisht marrësh një parti në gjykatë. Është një nga gjërat më të vështira, nëse ka një gjyq të vështirë në Shqipëri, është të fitosh gjyqësisht një parti politike. Dhe në këtë pikë nuk shikoj ardhmen e afërt asnjë mënyrë ligjore për ta hequr Berishën nga kryetari partie. Mund të ketë metodologji politike ku bëni të mëdheje të shumtë, po Sali Berisha nga kryetari parti nuk e heq më. Për këtë arsye, ajo parti ka vdekur. Sepse parti do ndjek fatin e Sali Berishës. Ju mund të keni demokrat shumë, mund të jeni politikisht aktiv, mund të bëheni forcë politike e madhe, por ligjërisht ajo parti do të por jo me logon e PD-s. Bashkë me Sali Berisha. Okej, interesante.